Pas humbjes në zgjedhje Partisë Demokratike i ka ikur një tjetër aleat, bëhet fjalë për Partinë Demokristiane të drejtuar nga Nard Ndoka, ky i fundit, i ftuar në një studio televizive, tha se PDK nuk mund të bashkëveprojë më me PD-n, pasi nuk ndjehen të vlerësuar nga ajo forcë politike në aspektin e peshës politike dhe se i ka goditur pas shpine. Nard Ndoka sulmoi drejt për drejt Flamur Nokën dhe Josefina Topallin, që sipas kreut të PDK-s janë shumë xhelos kundrejt tij dhe se e kanë sulmuar në mënyrë të turpshme. I vetmi njeri që mobilizonte opozitën ishte Sali Berisha dhe arriti ta bëjë një gjë të tillë, por PD nuk mund të jetë më një aleat e Partisë Demokristiane. Nuk ndjehemi të vlerësuar nga ajo forcë politike në aspektin e peshës politike, të kontributit të historisë tonë. Nuk janë vendimet e mia personale, ato do merren në vazhdimsi. E shoh si një parti të ngurtësuar, sidomos në raportin me Partinë Demokristiane. I kemi qëndruar sa herë që ata kanë pasur nevojë, na kanë goditur pas shpine. E njoh mirë Partinë Demokratike me detaje, kam pasur dhe shumë xhelos kundrejt meje me intriga, siç është Flamur Noka, Josefina Topalli, xhelozi politike që Partia Demokristiane të mos rritet. Berisha është ndikuar me presion dhe skema të gatshme, por të gjitha këto me firmën e tij. Ata kanë sulmuar partinë tonë në mënyrë të turpshme, u shpreh Nard Ndoka. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.